Mirë mëngjes nga këndi i kuzhinës. Mirë mëngjes, zënja Vjolca. Sot je gjitha pranver, edhe tryezën e kemi pranver. Edhe pse moti nuk na favorizon as pak edhe vazhdon vranësirat dhe vazhdojnë rreshjet që na... Temperaturat na favorizojnë. Po, është pak ngrohtë, po, e vërtet. Mirë, çfarë do të gatuajmë sot? Sot do të përgatisim një recetë risotto me bacon, me spinaq, me domate, pomodorini, me çfarë të duash ti. E bëdhe atë dorën, dihet që gjithë përbërësit do jenë, do dalje shishme, do t'jetë shpejt, do knaqemi, do të shmëndemi fare, do ke provuar pastaj. Tani, mua më pëlqen kjo pjesa këndej. Dyshoj që do të pëlqejë kjo pjesa këndej, por me këtë pjesën këtej merremi më vonë. Po, mirë, në rregull, mirë. Regjia, le ta nisim kështu punën sot. Menjëherë shohim pak grafikisht recetat, edhe unë dua t'i lexoj gjithë përbërësit amisave në shtëpi, që t'ja rikujtoj, ja tek i kemi. Atëre, risotto në furrë me domate, spinaq dhe bacon, 25 gram gjalp, një kokër qep, 300 gram oriz, 100 ml verë të bardhë, 150 gram domate, 150 gram spinaq, 50 gram parmigiano, 700 ml lëng perime, shkrip edhe piper. Duhet jenë edhe kalorit me një herë pas recetës dhe kemi 300 kalori në total, 22 gram karbohidrate, 13 gram proteina dhe yndyrë 9 gram. Ishin këto të gjithë përbërësit e recetës së parë që ne do gatuajmë bashkë me kalorit zënja Vjolca që unë ja thash anvisave. 25 gram bacon të mosur 250, më falë. Mirë, 250 gram bacon ose prosciutto, e të mosur, që të na dhja jo shia që ne duam. Po gjithmonë e hëvë? Pa tjetër, këtë tashmë e kemi thënë anvisat e di në shtëpi, që ne vajnë e ullirët e kemi altis. Që prosciutat dhe salamra dhe qoftet dhe gjithë produkt tjetër mish që i kemi HV. Që lëngun time dhe të gjitha produkte teknologjike që na lehtësojnë një jetën dhe na mundësojnë një gatim të shpejt, i kemi nga pajisjet Kenwood. Qa kemi tjetër që Oriela dhe zonja Vjolca janë? I themi gjatë kohës. Po, hajde fillojnë. Kenwoodin për që? Kemi vetëm pomodorini që do t'i presim në gjysëm. Nëse ne do t'kishim përdorur domate të mëdha, është e vërtet, ajo që theti do t'i bëshim në... Mirë, ajsa për të rikujtuar që në formë që e nisim recetën, atë formë e bitisim. Unë zemër të ngacmoj. Po, unë e kam shumë qef t'je di. Që ti t'jesh vigilente e të më kundërshtosh në njerë. Nuk ka të bëj, kjo ka të bëj me humorin që kemi ne këtu brenda. Pak e vështirë të kundërshtosh ty, pak e vështirë, pak. Tani, jo shumë të grirë qepën, apo e do të grirë? Ja, shikon? Edhe njërë? Mjafton. Ashtë. Do të mjafton të 3 herë, po ti duke pasur frikë se po e bën... Që e bëj më pak. E nuk e u deri në fund. E rëndësishme është që të pak të ne kontrolloj dhe ruaj vetën që mos... E rëndësishme është që ti e ke mësuar se si duhet bërë. Ashtë. Tani, 250 gram bacon, e presim në kubik dhe do t'a vendosim në tigan pa yndyrë. Se si që shikoni, këtu është yndyra e saj. Ndezim zjarë. është një gatim shumë i shishëm, shumë i këndshëm. Si ishin ato patate dje me salqicet e HV, që i dehë me birën korça. Pse jo? Këtu i kam. Pse jo? Në kokë. Ashtu, a? Po. Do të më ndihmosh Ori, duke më prerë domatet, pomodorini në gjysëm. Okej. Ja, qepën po ta lë këtu më njarë. I presun. Se si nuk kam grënë akoma luleshtrydhe, nuk e kuptoj, po ndoshta nga që jam hutuar se po mi jep zonja Vjolca punë, dhe kam mendjen të puna. Nga arsye që po ta aktivizoj është edhe kjo. Që mos të ngacmoj përbërësit, e kuptoj. Atëre, bacon këtu do ta trazojmë derisa të na bëhet pak kërce. Po. Kemi thënë herë tjetër për qepën e për gjithë përbërësit e tjerë, që nuk do t'i skuqim sa të thiti lagështirën e saj ose ta vëlloj lagështirën e saj. Ndërsa në këtë rast, ai shkencëtari që ka bërë këtë recetë, e do që... Shkencëtarë, po, bacon t'jetë pak kërce. Po. E trazojmë dhe sigurisht volumi i saj do filloj të t'kurret. Më pas do të shtojmë qepën me një lugë gjalp. Një lugë gjalp, okej. Po.
Se ka dhe pak ndyrë vetë. Ka. Normalisht. Ka, sigurisht. Në gjysma e pjesës është mish, si mish i tharë, ndërsa tjetra është, Pjesa po vetë shiko që arome që nëzirë. Po, e ka karakteristiket vetën aromën, por domatet e voçkla i do në gjysëm? Për gjysëm. Oke. Ja, tani fillon mishi të marrin ngjyrë, edhe pak, do 2-3 minuta. Do t'jemi pikërisht në këtë pjesë, do t'jemi pak të kujdesshëm, Që mos na piqet më shumë se ç'duhet. Edhe ajo është kryesore që mos të na nxjihet. E qartë. Prandaj, do t'i rrim tek koka. Shikon nuk ngjit edhe për arsye se ne kemi një tigan Delimano, një tigan profesional për gatime të tilla, por edhe se beko vetë fillon e nxjerr yndyrën e saj. E qartë. Faleminderit. Gati, qepët dhe domatet. Shumë mirë. Nuk do të na harxoj shumë kohë. Ja, kjo është pjesa më e gjatë që do të na lërë ndoshta si për tigani duke e trazuar. Po, pak më gjatë, se baconi do pak më shumë kohë, sa të marrë atë. Ja, filluan anët të bëhen pak si kërce, dhe në këtë moment jemi gati që të hedhim qepën E grirë. Oke. Dhe qepa do të në lëshoj pak lëndëve të patjetër, prandaj duhet t'i thashim pak. E qartë, e iqim këto. Edhim gjalpin, se sa të shkri gjalpi dhe qepa të avulloj lagështirën e saj, ne do të hedhim Domatet. Orizin. Orizi në këtë rast, do të keni shumë kujdes. Orizi në treg është nga format, nga cilësit, nga më të ndryshmet. Ky vërtet është i bardhë, por nuk është ashtu ai orizi që ne përdorim për sultjash ose për një gatim tjetër kur oriza na duhet më i butë. E qartë. Është pak kokërgjatë. Po, si më elegant është pak edhe më i gjatë. Firmën e zgjedhin sipas dëshirës. Po, nuk ka rëndësi. Por, Sipas orizi duhet i tillë. Po, sigurisht. E ka urdisim këtu qepën dhe gjalpin. E qepa nuk duket më fare. E nuk duket se ka filluar të ndryshojë ngjyrë, po ndërkohë gjalpi, siç e shikon, edhe gjalpi ka lagështirën e tij, domethënë ka të përqindjen e ujit. Po. Kështu që derisa gjalpi të fillojë, edhe gjalpi vetë të avullojë atë lagështirën e tij. Më kupton? Po. Ne do filloj disi të ndahet. Derisa të ndahet, Ja, shikoni ke mësuar. Këtu janë pjesët, këtu janë momentet ku e bëjnë gatimin të shishëm, ose japin atë ndryshimin që si çka ky gatim. Po, unë vërtet them që nuk e skuq. Po. Por ama ysmetin ja bëj derisa ajo të shkojë në limitin e ngjyrës. Derisa pak pa marrë ngjyrë. Dhe anvisa duhet i rike koka. Këto janë momentet. Koha që harxojmë ne për të gatuar. Nuk është e gjatë, zonja Lota. Nuk llogarisim kohën kur ajo ri në sobë 20 minuta, 25 minuta. Ajo është fjala gjithmonë për recetën, më falni. Ne ndërkohë shohim orën, mund të marrim plurat, mund të bëjmë diçka tjetër, po. Mund të hamë mëngjes, është një har kohor që ne mund ta shfrytëzojmë për diçka tjetër, ëh? E qartë. Ja. Tani është momenti. Erdhi këtu ku duhej. Po, u avullua lagështira edhe e qepës, edhe e gjalpit dhe gjithçka tani është gati. Pse? Do hedhim orizin, do ta kaurdisim për 1 minutë orizin. Që më po merrem me fjalë që të shkoj. Jo, ma po m'pëlqen shumë se po na sqaron kështu. Bravo. Dhe do ta shuaj me verë. Domethënë përsëri këtu do hedh një lagështirë. E kuptova. Po, që nuk duhet miksohet, secila ka aromën e vet. Po. Në këtë moment fillon gjalpi të nxjerrë aromën e tij. Po, edhe ndjet. Edhe ndjet në fakt. Vim orizin. Okej. E ka urdis. Ja ku vim tek soba ku po gatuajmë. Po. Zonja Loca? Dhe gjithçka është gati. Fiks ishte minutazhi kur ne na duhej vërtet
domatet, orizi, si është bërë pak si kërc, edhe bacon, shive si është bërë. Po. Vazhdon të kaurdiset edhe në këtë moment. Po, sigurisht. Po. Tani do ta shuajmë me pak verë. E rrisim temperaturën, po. Ne ja hedhim në këtë moment verën, se më bën përshtypje që ja hedhim përpara lëngut të koncentratit, që ta thithi më mirë. Po, se unë do dori këtu, derisa ta avulloj dhe lagështira e verës. E qartë. Pastaj, momenti që do të shtojmë koncentratin e perimeve, Kim? Pastaj, momenti, do shtojmë koncentratin, do të ashtrojmë në tavë, do të hedhim spinacin, sipër në tavë, jo këtu, do të hedhim domatet, do të hedhim sipër pak djath, edhe që të hash në fund. Duhet të qikot që të hash pastaj. Që të hash në fund. Po kemi kohë deri në atë moment. Ndërkohë, unë dhe Anvisat e fantazojmë se si do t'jetë. Mirë, ndërkohë, sigurisht që në regjia të luta mund të shojmë edhe cila është pyetja e ditës së sotme. Të paktën atë të djeshmën e gjetëm, se cila ishte përgjigje, ishte zonja nga Korça që na telefonoi dhe na dha përgjigjen e saktë. Po sot, cili do t'jetë kuici për ditën e sotme? Çfarë shtove tani apo pjesën e fundit të verës? Atë pikën e verës. Ja të kështë, se që është kjo pajisja. Për çfarë shërben kjo pajisje në kuzhinë? E qënka pak e ndërlikuar qënka. Regjena e bën gjithmonë më të vështirë pyetjen edhe funksionin, po ne do t'a gjejmë. Apo jo, Zonja Vjollca? Patjetër. Ashtë. Zonja Vjollca e di, po rrip kështu. Se sot është dita e parë, nuk lejohet ndihma. Ditët në vijë. Tani do të hedhim pak krip. Kripën do të kemi kujdes, jo shumë, për arsye se koncentrati perimeve që do të hedhun, ka krip vetë. Po. Do të hedh pak piper të zi. Dhe në këtë moment, mbasi e ka urdis, është si që shikon, ka më lëng vere këtu? Jo. Nuk e dja shef Linda? Po. Tani do të hedh koncentratin e perimeve. Ashtë. Unë të largosh. Dhe do të lëm tani që të përfundoj procesin. Zonja Vjollca, tani është momenti ku mund të rrim pak më të qetë. Ja, ky është momenti që ne mund të rrim të qetë. Sa të marrim dhe me që ky është momenti, ne kemi një telefonuese në linjë para për ditën e sotme. Alo? Alo? Urdhroni? Mirë se erdhët, zonjë. Mirë se ju gjeta, zonjë. Zonjush. Më thuaj. Zonjush. Nuk ka problem fare. Më thuaj e dashur se... E përshëndesim Vjollca për duart e ata që ka. Ju falenderojmë. Parti në ju që në ndiqni. Falenderit. Zonjë, më thuaj, cila është ideja juaj për pyetjen? Ideja jonë është që aparati që keni aty mund të jetë matës për produktet ushqimore, për sheqerin, për mielin, për matës. Jo, mu duke dhe mua një përgjigje shumë specifike, thash ndoshta është e saktë. Ju falenderojmë, ne ju zonjë që na telefonua dhe u bët pjesë e kuici, po sigurisht, fundja edhe ajo atmosfera e resortit Kame ku telefonuesit tanë mbasi japin përgjigjen e saktë, shkojnë edhe shijojnë ajrin e pastër. Me zi gjitha në fillim. E mbështes zonjën e gjitha ta që nuk do munden të godasin me erën e parë. Po, është pak e vështirë. Po. Mirë, tani spinaqin. Tani jemi këtu, grim spinaqin. Marim tavën e bëjmë gati. Pa. Mund t'i hedhin, mund mos t'i hedhin në ndyrë, se kam mjaftueshëm në ndyrë, ka dhe edhe gjallë. për mendimin tim? Ja. Për më tepër që qelë që është? Dëgjo, nëse ju në shtëpi do të keni një enë balte me kapak, akoma dhe më mirë. Por, shumica e Anvisave besoj se nuk e disponojnë. Atëre, do të bëni gati një letër alumini. Pa. Alo? Alo? Përshëndetje, zonjë. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, urime për këtë emision. Faleminderit shumë. Zonë Vjollca, na kënaq me ato gatimet. Na kënaq, kjo është të drejta. Shumë faleminderit dhe Zonë Vjollca. Edhe juve që na jepni hollësi për... Zonja Vjollca s'bën dot gjë shpejt nëse se ka prezent Orin. Ori më ndihmon shumë. Që pyetja, gri qepën ja qaj me kënë vuk. Mirë, zonjë më thuaj. Të përfitosh dhe ti nga eksperienca e Zonë Vjollca, si
si përfitojmë dhe neve. Patjetër. I kam thënë që po të bëj peshqesh të mirë për paj. Po, lumburi që do më marë. Është dhurata më e bukur që i bëni Zoja Vjosa. Faleminderit. Është e vërtet, zonjë, është e vërtet. Është ashtë më dhejta dhe ajo. E vërtet. Ndërkohë, më thuaj të lutem se cila është ideja dhe përgjigja që keni menduar. Mendova që është për të pastru kungujt ose speçat për t'i mbushur pastaj. Për t'i pastruar dhe për t'i mbushur? Përgjigja e saktë! Zonjë, të lumë të goja e ke gjetur përgjigjen e saktë, kështu që ja kalosh sa më bukur dhe sa më mirë në drekën ose darkën që do të vendosësh të shijosh me një të dashur tëndin në resort Kame, që unë propozoj Zoja Vjosa që ta shoh me njëra atë atmosferën e resortit Kame. E ndjekim dhe rikthehemi. Aty ku buron melodia. Aty ku qetësia merr fjalën. Aty ku gëzimi zgjat. Aty ku e ardhmja hedh rënd. Resort Teatr Park Kame. Natyra në skenë. Ja ku vim sërish, ndoqëm morëm dhe ne këtu pak ajër të freskët dhe duke parë në ekranat e resortin Kame që me të vërtet nga pëlqen atmosfera atje, ndërkohë zonja Vjosa, ku ma quva të letrën aluminit që e kam këtu. Për pak se... Tani jo, s'ka problem. Tani është gati gjithçka, ne kështu me lëngë, si që është, do ta vendosim në tavë. Dhe pse e bëjmë këtë? Sepse dhe në furë? Dhe në furë ndosë, njëti proces, madje për orizin, është akoma dhe më mirë, masi do jeti me imbuluar, sepse orizi ashu e do zjarin. Ta vash. Edhe do bët kajmak, kur i thonë. Atë e lëmë për në fund. Tani, në këtë moment do të hedhim spinaqin. Është një mënyrë e veçantë kjo zonja Vjosa për përgatiturit recetës. Edhe për të pikturuar. Po, me shumë kënaqësi. Për ngjyrat i kam shumë. Llogarisim që edhe spinaqi do nxjerrë lagështirën e tij, Po. Heqim ato bishtat. Po, heqim një. Hopa. Ato bishtat kur bëhet qofte, është shumë mirë që t'i grim hol, shumë hol. Edhe t'i vendosim të brumi qofteve? Jo, qofte me spinaq. Qofte me spinaq. Okej. Më ngacmon ka stile, se e di që hedhim gjysmat e domateve. Ne kishim dhe domate të mëdhaja në kosh. Po, receta i do kështu? Jo, receta i do edhe ashtu dhe kështu, si t'i ken. Po kjo është zgjedhje sigurisht. Okej. Më e mirë, më e shishme. Ne përthuaj se përfunduam, do me thërë receta. Ne përthuaj se përfunduam, kemi përtedhur vetëm djathin sipër, do të vendosim dhe letrën e aluminit. Dhe më pas do të vendosim në furë, ku do të lëm për afro? Për afro 25-30 minuta. Dhe do të kontrollojmë, ma vash a vash. Sigurisht në 180 gradë. Bukuri. Vendosim dhe djathin. Që djathin do të shkrijet. Kështu më duket që të hash. 50 gram djath. Ashtu. Tani e vendosim letrën e aluminit. Do të kemi kujdes që anët, se pastaj mbasi mbaron gatimi, këto anët sikur na i shumtojnë, na i bëjnë me kështu, na i nxijnë. Është pjesë e recetës edhe ky moment. Jo, është pjesë e recetës, është pjesë e higjienës. Dhe vendosim letrën e aluminit. Thash, për ato që kanë tavë balte me kapak, mund ta vendosim këtë recetë në një tavë balte me kapak, dhe ta vëmë në furrë. Do ta heqim letrën e aluminit ose kapakun në rastin e tavës së baltës,
7 minuta para se ta nxjerrim tavën nga Okej. furra. 7 minuta për para. Jo, mos e ka pashu se është e nxehtë. Jo, nuk është shumë nxehtë. Megjithëse Është e nxehtë. kështu bëjun edhe digjen pastaj. Po, ja kape me këto. Edhe e vendosim në furrë. O, falaqe. Ja ku e vendosëm. Ashtu. Edhe letra i qëndroj mirë. Mirë, e jemi fikë në kohë zonja Vjosa për të ndarë në këtë moment, nga pjesa e pare këndit të kuzhinës. Recetën e pare përfunduam, por do të rikthehemi sërish shumë Me një shpejt recetë tjetër. për ta treguar dhe recetën e parë të pjekur dhe për këtë recetën e dytë që unë të Patjetër. paktën me zor po. Ja ku vim sërish në këndin e gatimit, edhe puna ka filluar këtu, Po. sigurisht, sepse do të Dhe- bëjmë recetën e dytë. Po. Do të bëjmë një ëmbëlsirë me çokoladë të bardhë, mbushur me fruta, kryesisht me banane dhe me lule shtrydhe. Po. Zgjedhjen e bëni secili, mënyrën e prerjes, në mënyrë rrethore ose kubik. Jo, ka i vegjël çik më të mëdha mund të bësh. Jo, më të mëdha. Atëre, kemi vendosur Ashtu. një tigan të madh me ujë. Mbi të kemi vendosur një tigan tjetër më të vogël, bëhet fjalë që ne do të shkrim çokoladën në banjo mari. Do ta ulim temperaturën, jo kaq shumë të lartë. Dhe vazhdojmë fillimisht. Do të hedhim çokoladën e bardhë, 150 gram. Dhe 3-4 lugë pana. Unë këtu kisha i qik më tepër, do ta trazojmë shumë avash. Mund të hidhni pak vaj që t'i jepni shkëlqim, mund të hidhni gjalp. Këtë do të na këshilloje ti zonja Vjosa? Vaj jep më shkëlqim në këtë moment. Okej. Gjithmonë çokoladën e shkrim në banjo mari, ëh? Po. Një pik vaj altis. Tani, I mbushim kupat, po, dhe i trazojmë shtresa. Ashtu. Banane, lule shtrydhe, Po. molla që e shtrydhon çdo mëngjes me shtrydhjen e frutave Kenwood. Po. Gjithë Vazhdoj qik vitamina me jemi. këto lule shtrydhet njerë. Po, ja tani. Gjithë shka këtu është gati, unë e ullë temperaturën dhe lë në këtë formë. Vazhdoj dhe unë, ndihmoj Orin Të presim frutat. me pjesën e frutave. Zonja Vjosa, Lëm frutat e kemi dhe vogla, ca në rreth. po, Ashtu. Në katërsh, lule shtrydhet? mvaret nga matësia, po zakonisht të gjitha matësit bëhen në një formë. Okej. Po. Mund t'i bëjmë dhe me copat mëdhaja, por nëse këto do t'i konsumojmë, kemi dhe të vegjël në shtëpi, është e mjaftueshme. Po edhe për t'i dhënë mundësinë që Po. secila të ketë rëndësinë e vet, le të themi, mos të vizotroj asnjëra Po, më shumë. Ja ku i kemi dhe këtë. Sa mirë që përgatuam dhe një ëmbëlsirë sot. Se kishte marrë malli. për ëmbëlsira, Sigurisht. po pse s'ke thënë? Marrim gotat? Dhe fillojmë i kompozojmë. Hedhim pak. Në një tas tjetër i bëjmë të ndryshme.
Këtu i ke prej rotat e mëdhaja, Po. për me thënë që ne mund t'i bëjmë edhe me copa më të mëdhaja, edhe me më të vogle. Po. Si mbas dëshirës. Ashtu. Pastaj ka gjithmonë preferenca, zonjë Mbjellca, dikush e pëlqen rrështrydhen më shumë, dikush më pak, apo dhe njësoj për bananën, kështu që Është e vërtet. edhe zgjedhja është gjithmonë individuale. Kjo ishte një mënyrë për të më plotësuar mendimin në mënyrë të përsosur. Më lexove. Po të lexova se po gatuaj më ëmbëlsirë prandaj. Ashtu. Dhe kjo ëmbëlsira kam përshtypjen që do të ishte edhe një mëngjes shumë i mirë. Sigurisht. Gjithçka me fruta. Mëngjes, zemër. Unë për momentin e kam mendjen këtu Po vazhdo. të mbush gotat. Të duhet pra banane? Prit njerë dëro. Okej. Ja. Salat frutash si me çokoladë. Sa e Mbjellca? Po. Tani, me qënë se e thashë në fillim që unë bananen e ha në mëngjes, e frulloj me qumësht, me kos, me mysli, po gjithashtu dhe lëngun e mollës, e preferoj gati çdo ditë ta shtrydh me shtrydhsen e frutave Kenwood. Unë propozoj që të ndihemi një material shumë interesant në këtë moment, që do të na tregoj pikërisht moll apo banane. Le ta ndjekim. Duke pasur parasysh vetit e larta ushqyese që përmban njëra apo tjetra, shpesh lind pyetja nëse është molla ajo që duhet të konsumohet më shumë apo banania. Në fakt, kjo e fundit është një frut i cili ka hyrë vonë në Shqipëri, si një nga frutet egzotike të panjohura më parë. Gjithsesi, në të njëjtën peshore, nga cila ana nohet më shumë. Banania është një nga të preferuarit për të gjithë grupmoshat. E shishme, ajo ofron mbrojtje për sistemin kardiovaskular. Bananet janë shumë të pasura me kalium, një mineral ky, nga më të rëndësishmit për të mbajtur presionin e gjakut në nivele optimale dhe për mbarvajtjen e funksionimit të zemrës. Bananet kanë këto efekte: ulin tensionin e lartë, ulin rrezikun e hemorragjisë cerebrale. Bananet njihen që herët për vetinë e tyre për të ulur aciditetin e stomakut, kundër ulcerës dhe dëmeve që ajo shkakton. Molla, konsideruar si fruti i artë për shkak të përbërjeve të pazëvendësueshme që përmban fruti i mollës, ndikon pozitivisht në kurimin e shumë sëmundjeve, sidomos në qetësimin e sistemit nervor. Përdoret në formën e çajit, ku molla pritet në feta dhe lihet të ziejë në një enë me ujë, më pas i shtohet mjalt dhe pihet e ngrohtë. Molla është një nga frutat që ndihmon ata që kanë probleme me tretjen e ushqimit. Këshillohet ngrënia e një kokre molle 3 herë në ditë para buke, për 5 ditë me radhë. Gjithashtu, konsumimi i këtij fruti ndihmon ata persona që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut, si dhe të gjithë ata që vuajnë nga sëmundja e migrenës. Për shkak se përmban substanca të shumta minerale, këshillohet kundër inflacionit të zorrës, reumatizmës dhe gurve në veshka. Një mollë e ngrënë në mëngjes ndikon në shëndetin e mirë të dhëmbëve. Pra, çfarë duhet të konsumojmë më shumë, mollë apo banane? Çfarë duhet të konsumoj më shumë? Çfarë duhet të konsumoj më shumë? Moll apo banane, zonja Mbjellca? Unë propozoj të konsumojmë të dyja. Po. Dhe ne përfunduam, kemi gati, ndërkohë që tani do të marrim dhe tavën. Patjetër. Ashtu. E shohim tavën. Ndërkohë, zonja Mbjellca. Përpara se ta nxjerrim tavën, apo është momenti ideal që ta nxjerrim? Jo, s'ka problem. Doja që ti përmendim edhe një herë të gjithë përbërësit e tavës bashkë me ndihmën e patjetër. regjisë, ndoshta mund të shohim dhe grafikisht. Anvisat në shtëpi disi i rikujtojnë përbërësit që përdoren patëm për recetën e parë kryesore që ishte risotto në furrë me domate, spinaq dhe bacon, për të cilën na udhëshën 250 gram bacon të tymosur ose prosciutto, 25 gram gjalp, një kokër qep, 300 gram oriz, 100 ml verë të bardhë, 150 gram domate, 150 gram spinaq, 50 gram parmigiano, 700 ml lëng perimesh, krip edhe piper. Këto ishin të gjithë përbërësit për recetën e parë kryesore, për tavën që kemi në furrë. Ndërkohë, për recetën e dytë, na udhëshon shumë pak përbërës, lule shtrydhe, banane,
çokolata e bardhë, dhe 3-4 lugë pana. pana. Dhe nëse duan për t'i dhënë pak shkëlqim, një pikë vaj. Ashtu, shumë mirë. Këto ishin dhe përbërësit për recetën e dytë që me shumë pak mund dhe me shumë pak përbërës realizoni një kështu një kryevepër të vogël, ëmbëlsirë të shishme. Ëmbëlsirë të shishme dhe të shëndetshme. Po, patjetër për mëngjesin, për mes vaktet, që do t'ishte shumë mirë. Që unë do t'kem kënaqësinë ta shijoj shumë shpejt. Mirë, po marr tavën me një herë. Zonja Vjollca, pa shiko. Shiko sa simpatike është bërë. Ka shtëruar pothuajse i gjithë lëngu. Po, nëse do rritë 5 minuta, ajo bëhet edhe më krokante, pjesa e sipërme. Mund ta lëm në furrë edhe për 5 minuta të tjera. Edhe për 5 minuta, por i tregojmë ambisave që në këtë moment, siç e shikoni, këtu nuk ka fare lagështirë. Shikon? Domethënë ujë, gjithë çfarë hodhëm ne brenda, duke llogaritur lagështirën e domates, lagështirën e spinaqit, këtu nuk ka më. Vetëm se pjesa e djathit, mirë është që të rridhe 5 minuta të tjera, që të marrin një ngjyrë si të verdhë. Dhe nga momenti që ne nxjerrim zonja Vjollca, sigurisht që asaj duhet pak kohë që të qëndroj, të ftohet. Patjetër. Nuk mund ta servirim që në këtë moment. 10-15 minutë. E do patjetër që pastaj të serviret jashtë furrës. Mirë, një rikthim të shpejtë do të propozoja unë. Pas përbërësve që pa, për mënyrën se si proceduan për tavën, për maman time në shtëpi dhe për të gjitha anvisat e tjera që kanë ndonjë fëmijë të vogël dhe në ndonjë moment të humbin vëmendjen. Fillimisht vendosëm tiganin, një tigan që mos na ciknosi. Unë kisha tiganin Delimano, që ma mundëson këtë punë që ta kryej shkëlqyshëm, vendosa bacon të prerë në kubik. E ka urdisa u zgjata e qik, aty duhet një 3-4 minuta, 5 varet nga temperatura e lartë, derisa bacon të marri një faqe të verdhë, domethënë të zverdhet. Më pas vendosa qepën e grirë në mikserin Kenwood, që llogaritet sikur është e prerë me dorë, po imët, jo të bëhet llaç sepse nuk na ndihmon në orizin. Orizi e doj qik jo llaç. E kuptoj. I ka urdisa dhe qepën, vendosa pak gjalp, bëhet fjalë për një lugë gjalp, dhe më pas vendosa përsëri orizin. E ka urdisa, derisa ato përbërësit ndahen nga njëri tjetri. Po, dhe ne e shohim, e perceptojmë me sy. I hodha e shova e shuajmë me verë. Me një gotë verë. Mbasi gotë vogël, se ka gota e gota. Mbasi shova me verë, i hodha 750 ml lëng koncentrat perimesh. E vendosën duhet kemi shumë kujdes kur përdorim koncentrat perimesh, qoftë ky për për sasin e kripës. Bravo, për sasin e kripës, piper në zi, spinaqin dhe pjesët e domateve dhe vendosëm në furrë të mbuluar me një letër alumini. 5 ose 7 minuta para se ta nxjerrim, e heqim letrën aluminit që djathi, që do të hedhim në fund fare, të marrë një ngjyrë të verdhë. E qartë. Mirë. Po thuaj se ju a rikujtuan dhe një herë mënyrën e procedimit shpejt që mos t'ju mungoj asnjë gjë. Megjithatë, anvisat të dashura në YouTube ose në Ballkan Web, ju mund të klikoni lehtësisht Vila 24, këndi i kuzhinës, dhe mund të ndiqni të gjitha recetat e zonjës Vjollca, duke ndarë kështu në një tjetër moment dhe atmosferën sërish ndërkohë që ju gatuani. Ju falenderojmë që ishit sot me ne, recetat janë gati, ju bëftë mirë, zonja Vjollca të lumshin duart. Mirupafshim nesër.